sepse ata marrin përsipër anullimin e procesit ligjor të ankimimit në shkallët e tjera të procesit gjyqësor. Sepse ata morën të mirëqen pretendimin e Edi Ramës se qeveria paralizohet nga pezullimi i lubis. Nuk ka absurditet në absolut se sa ky. Qeveria nuk pezullohet as me një zëvendës kryeministër, as me 3, as me 5 ministra. Këshilli i ministrave funksionon vendos me shumicë. Me shumicë. Dhe këto pretendime të Edi Ramës janë pretendimet e një njeriu që është kap duke vjedhur dhe do të mbroj paratë e tij. Pra, shuhet çdo shpresë se nëpërmjet pushtetit gjyqësor mund të luftohet realisht korrupsioni. Se cila është situata sot me situatën në vitin 2011, unë ju rikujtoj ju dhe çdo shqiptari. Në vitin 2011, një zëvendës kryeministër, i cili po të largonte ministrat nga qeveria, erxonte qeverinë, jo që nuk mendoj në asnjë rast pas jo akuzue me një video falso të manipuluar 28 herë se ai kishte marrë shfet 760.000 euro, çka ishte absolutisht gënjeshtër, sepse shkresa thoshte, sipërmarrësi thoshte se për shkak të mosbatimit të vendimit të gjykatës, gjykatës apelit për hidrocentralin që më takon, unë kam humbur gjerësot 760.000 euro. Dhe Edi Rama dhe Filip Çakulli i paraqitën këto si 760.000 euro të marra nga Ilir Meta. Por Ilir Meta, për standardet e asaj qeverie, pa kërkuar fare prokuroria, heqjen e imunitetit, pa e kërkuar, me datën 14 janar, ka ardhur dhe ka paraqit dorëheqjen. Unë nuk shkoj në prokurori si zëvendës kryeministër. Ai që do më hetoj mua, do të më ketë mua qytetar si gjithë të tjerë. Si gjithë të tjerë. Të njëjtin akt ka bërë Fatmir Mediu. Ka dhënë dorëheqjen si ministër, ka dorëzuar imunitetin. Në të gjithë periudhën e 32 vjeçare, njeriu i vetëm që ka bllokuar hetimet për drogë dhe korrupsion është Edi Rama. Kërkoi antimafia italiane për Sajmir Tahirin heqjen e imunitetit dhe arrestimin
Nuk lejoj as njërën as tjetër. Tani është një me Belinda Ballukun. Është një me Belinda Ballukun dhe në fakt triumfoj në çdo gjë që diktoj gjatë këtyre 3 javëve. Gjë më absurde në botë nuk mund të kishte. Të pretendohet se pezullimi i Ballukut shkel kushtetutën apo paralizon qeverinë. Problemi është se pezullimi i Ballukut çelte derën e portën e ferrit për Edi Ramën, sa i ka vjedhë më shumë se Balluku në atë aferë. Dhe sa ai në të gjitha dosjet është shumë më rëndë se sa Balluku. Kështu që shpresa se do luftohet korrupsioni nga drejtësia e re, kjo është e para ministre që në detyrë që akuzohet për korrupsion. Urdhon, asnjë s'ka qenë në detyrë nga ata tjerë. Ai është marrë me ish. Asnjë s'ka qenë, kjo po. Dhe urdhroni se çfarë bëri para shqiptarëve, kjo është i poshtrim për çdo shqiptar. Kjo u thot shqiptarëve që ne të vjedhim, unë vjedh, ministrat e mi vjedhin, po ata nuk mund të gjykohen. Ata nuk mund të gjykohen. Për shkak të tij, 2 ditë më parë u zhvillua ofensiva diplomatike më e madhe që kam parë ndonjëherë për të siguruar zgjedhjen e kryetarit të prokurorisë speciale. Çka të bën me të drejtë të mendosh se Edi Rama duket se kishte bërë gjithçka të zgjidhte njeriu që ai ka bërë marrëveshje për mbylljen e dosjes tij. Sepse e vërteta është që Dumani mbylli disa dosje të Edi Ramës. Kjo është e pamohueshme. Dumani mbylli dosjen e Edi Ramës duke akuzuar Arben Ahmetajn për djegësin e Tiranës, të cilin ai kishte kundërshtuar 4 herë. Megjithse e kishte firmosur Edi Rama. Dumani mbyll dosjen Ala Labar dhe shqiptarët do ta marrin vesh mirë se çfarë krimi në përmasa gjigande po kryet me portën e Durrësit. Çfarë goditje të rëndë po jipet çdo shqiptari me portën e Durrësit për aq sa ka pesh transporti i mallrave në çmimin e tyre. Pa llogaritur vjedhjet e tmerrshme që po bëhen. Dumani mbylli dosjen e Olsi Ramës,